Aksionet e njëpasnjëshme bastisjesh dhe arestimesh kanë ndërmarrë gjatë mbrëmjes së sotme Ministria e Punëve të Brendshme në kuadër të kërkimeve për sulmuesit, të cilët me breshri plumbash vranë një polic të Alfas dhe plagosën 2 të tjerë pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore në Shkup. Ekipi i televizionit Alsat regjistroi gjatë mbrëmjes njërin prej aksioneve të forcave speciale policore në lagjen Çajir të Shkupit. Këto pamje janë xhiruar pikërisht gjatë ndërhyrjes së policisë rreth orës 20:30 minuta dhe arestimit të disa personave. Pak qaste më vonë, forcat e rendit kanë arrestuar edhe një person tjetër në rrugën Dijonska. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka dhënë sqarime për aksionin. Përveç konfirmimit se bastisjet dhe arestimet janë pjesë e operacioneve të saj për sulmuesit e pjesëtarëve të një sitit policor Alfa. Prania e shtuar e policisë gjatë orëve të mbrëmjes është vërejtur edhe në pjesë tjera të qytetit të Shkupit. Bastisje dhe arestime janë kryer edhe në qytetin e Kumanovës. Në redaksinë e televizionit Alsat, shumë banorë telefonuan për të denoncuar praninë dhe terrorin e forcave të policisë në operacionin e saj në mbar Kumanovën, përfshi edhe fshatin Opaj. Janë bastisur 7 shtëpi, ndërsa është arrestuar një person. Nga Ministria e Brendshme thonë se detajet e aksionit do të bëhen të ditura vetëm gjatë ditës së nesërme.